Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme që prek miliona gra në gjithë botën, kancerin e gjirit. Në shumicën e rasteve, simptomat e para nuk shkaktojnë dhimbje të forta dhe mund të duken të parëndësishme. Pikërisht për këtë arsye, shumë ndryshime neglizhohen ose zbulohen vonë. Por sa më herët të vërehen shenjat, aq më të mëdha janë mundësitë për diagnostikim dhe trajtim në kohë. Para se të vazhdojmë, për një subscribe që të mos humbesni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Në këtë video do të shohim 7 simptomat e para që mund të shfaqen te kanceri i gjirit, cilat ndryshime nuk duhen injoruar dhe pse kontrolli i hershëm është kaq i rëndësishëm. Një kokër ose trashje në gji. Kjo është një nga shenjat më të njohura. Shumë gra zbulojnë një kokër të vogël, një zonë më të fortë ose trashje që ndihet ndryshe nga pjesa tjetër e gjirit. Jo çdo kokër është kancer. Shumë ndryshime mund të jenë benigne, por çdo ndryshim i ri që nuk largohet duhet kontrolluar nga mjeku. Ndryshime në formën ose matësinë e gjirit. Një tjetër shenjë që shpesh kalon pa u vënë re është ndryshimi gradual i formës së gjirit. Njëri gjim mund të duket më i fryrë, më i rënd ose mund të ndryshojë formë pa arsye të qartë. Kur këto ndryshime ndodhin pa lidhje me ciklin hormonal apo shtatzanin, ato nuk duhen injoruar. Ndryshime në lëkurën e gjirit. Lëkura mund të japë sinjale shumë të rëndësishme. Në disa raste mund të shfaqet skuqje, trashje lëkurës, gropëzime ose pamje që ngjan me lëkurën e portokallit. Këto ndryshime ndodhin shpesh sepse sëmundja mund të ndikojë në inde dhe qarkullimin limfatik të zonës. Tërheqje ose ndryshim i thitkës. Nëse thitka fillon të futet brenda, ndryshon pozicion ose duket ndryshe nga zakonisht, kjo mund të jetë një shenjë që duhet kontrolluar. Disa njerëz lindin natyrshëm me thithka të futura, por kur ky ndryshim ndodh papritur, është e rëndësishme të vlerësohet nga mjeku. Sekrecioni nga thithka. Dalja e lëngut nga thithka, sidomos vetëm nga njëri gji, mund të jetë një tjetër shenjë paralajmëruese. Kjo është veçanërisht e rëndësishme kur sekrecioni ndodh pa shtrydhje, është me gjak ose vazhdon për një kohë të gjatë. Jo çdo sekrecion lidhet me kancerin, por është diçka që kërkon kontroll mjekësor. Dhimbje ose ndjesie pa zakontë në gji. Kanceri i gjirit shpesh nuk shkakton dhimbje në fazat e hershme. Megjithatë, disa gra përjetojnë djegje, ndjesi shpimi ose dhimbje që vazhdon në një zonë të caktuar. Kur një dhimbje nuk largohet dhe nuk lidhet me ciklin menstrual, ajo duhet vlerësuar më tej. Kokra në sqetull. Indet e gjirit lidhen ngushtë me nyjet limfatike në sqetull. Në disa raste, shenjat e para mund të shfaqen pikërisht aty, si enjtje, kokra ose ndjesi forcie në krah. Kjo mund të ndodhë kur nyjet limfatike reagojnë ndaj ndryshimeve në gji. Pse kontrolli i hershëm është kaq i rëndësishëm? Një nga arsyet pse kanceri i gjirit mund të zbulohet herët është sepse trupi shpesh jep sinjale paraprake. Problemi është se shumë njerëz kanë frikë të kontrollohen, mendojnë se simptomat do kalojnë vetë ose shtyjnë kontrollin për më vonë. Por diagnostikimi i hershëm mund të bëjë diferencë shumë të madhe në trajtim dhe prognozë. Kontrollet periodike dhe konsultat mjekësore mbeten mënyra më e rëndësishme për zbulim në kohë. Kanceri i gjirit nuk fillon gjithmonë me simptoma të forta. Shpesh fillon me ndryshime të vogla që duken të parëndësishme. Dhe pikërisht këto ndryshime janë ato që nuk duhen injoruar. Sa më herët të dëgjoni sinjalet e trupit, aq më shumë mundësi ka për veprim në kohë, sepse në shumë raste vetdia dhe kontrolli i hershëm mund të shpëtojë jetën. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla, bëni subscribe, like dhe koment.